të dashur aktivist, funksionar të antar të strukturave të Aleancës për Shqiptarët, nga Kumanova deri në Struk, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Kumanov. Sonte, në këtë sallë të mbushur me zëra të përkushtimit, bindjes dhe përfaqësimit, ne mblidhemi si një trup i vetëm për të forcuar bashkimin, për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të vazhduar rrugtimin ton politik me shumë guxim e besim. Ky takim i rëndësishëm shënon një hap të radhës në procesin e konsolidimit të vizionit ton për një përfaqësim të denjë, për një politikë që dëgjon dhe vepron, për një aleancë që vazhdon dhe për një aleancë që vlen. Sonte, me ne janë figura kyçe të këtij rrugtimi politik, zëra të angazhimit dhe qëndresës, njerëz të cilët nuk heshtun kur duaj folur, e që sot janë këtu për të dëshmuar vazhdimsinë e përkushtimit ndaj interesit të qytetarëve. Në mesin ton kemi nderin të jenë të praneshëm, kryetari i Kuvendit të Aleancës për Shqiptarët dhe zëvendës kryeministri i vendit, zëri i guximit dhe bartësi i këtij procesit, Zotre Arben Fetaj. Ministri i Shëndetësisë, Zotre Azer Aliu. Zëvendës Ministri i Bujqësisë, Zotre Albrem Hoxha. Deputetja e Kuvendit, Zonjushja Mimoza Kurmusa. Kryetarja e Forumit Rinor të Aleancës për Shqiptarët, Zonja Ylka Nureddine. Kryetarja e Asamblesë së Përgjithshme të Aleancës për Shqiptarët, Zonja Naime Islami Zeqiri. Në përshëndetje të veçantë për motorin e Aleancës për Shqiptarët, njëherët antar i kryesisë qendrore, Zotre Lulzem Alitin. Gjithashtu përshëndesim Nezmedin Sadikun, Feta Alimin, Bekem Afuzën, Latif Arifin, Liria Alitin, Halem Lyda, Maire Zulfio, Teuta Gjaperi, Hoxhën e Aleancës, Nuhe Zekiri, si dhe shumë figurat të tjera të rëndësishme të partisë sonë, drejtues degësh, aktiviste veprimtar, të cilëve ju themi mirë se vini dhe faleminderit për përkushtimin tuaj të pandajshëm. Pa humbur kohë, do të ftojmë për një fjalë përshëndetje në kryetaren e Asamblesë, një zë i qëndrueshëm i gruas në politikë dhe kontributit të paepër në strukturat e Aleancës për Shqiptarët, zonjën Naime Islami Zeqiri. Dëgjojmë, veprojmë, vazhdojmë. Të nderuar të pranishëm, e dashura Kumanova ime, me pranin tuaj sot, ju dëshmuat edhe një herë se qëndroni besnik ndaj kësaj kauze politike dhe ndaj subjektit politik të Aleancës për Shqiptarët. I nderuar zëvendës kryeministër, Zotri Arben Fetaj. I nderuar antar i kryesisë qendrore, Zotri Lulzem Alitin. E nderuara deputete, Zonjusha Mimoza Musa. I nderuar Ministri i Shëndetësisë, Zotri Azer Aliu. I nderuar zëvendës Ministër Albrem Hoxha. Të nderuar Syria, Teuta, Latif e shumë të tjerë këtu që jeni prezent, si dhe ylli mbi të rinjët tanë, kryetarja e rinis, Frash Zonjusha Ylka Nureddini. Më lejoni të ju them se ju jeni pjesë e historisë, sepse qëndruat besnik ndaj 107.000 votave shqiptare. Nuk i shitët ato për poste pas muajit tetor, siç pretendojnë disa. Jemi këtu në Vlen
sepse vërtet ja vlen të jemi në vlen për ta mbrojtur votën shqiptare. Gjatë takimeve të vazhdueshme me qytetarë anë mban të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dëgjojmë shpesh, jemi të hutuar. Por jo, një gjë shumë e sigurt, sepse ata të cilët dëshirojnë të jenë me frontin evropian, janë andej. Kurse ne, që i kemi qëndruar besnik popullit dhe votës së tij, jemi këtu. Andaj, edhe unë sot jam këtu me ju. Zotri Arben Fetaj, shumit ashtë mësu goja, ashtë normale, se me vitet të tëra. Desha t'i them, Zotri Arben Fetajt, se shumica e antarëve dhe kuvendarëve të Asamblesë së Gruas sot janë prezent këtu në sallë dhe të gjithë kanë mbështetjen të parëzim nga juve. Më thonë kjo është shumë më e rëndësishme se sa që ka bërë. Dhe për fond dua të ju them se ne jemi shtëpi e madhe. Dyert tona janë të hapura për çdo qytetar dhe antar të vërtet. Ne nuk themi merrni kuferat dhe ik, por ne themi merrni kuferat dhe ejani. Siç kemi këtu prezent Zotri Arben Fetajin dhe Lulzim Alitin, të cilët lanë luksin dhe erdhën këtu për të mirën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe mos harroni, shtëpia ndërtohet duke u bashkuar. Kur jemi të bashkuar, as mali s'na ndan. Prandaj, ne dëgjojmë, veprojmë, vazhdojmë. Ju falenderit. Faleminderit zonja Naime për fjalët emocionuese dhe frymëzuese. Tani ftojmë në skenë një zë rinor me mendje vizionare, një lidere që flet me pasion e përfaqëson me dinjitet. Kryetaren e Forumit Rinor të Aleancës për Shqiptarët, zonjushën Ylkan Redini. Dëgjojmë, veprojmë, vazhdojmë. Mirë se ju gjejmë në Kumanov. Do jam nisë me Nikoqirët, të nderuar Nikoqir, e nderuar Naime, e nderuar Luli, e nderuar Profi dhe gjithë të ju. Të nderuar dhe të dashur bashkëpartiak, nga Kumanova deri në Struk që na keni nderuar sonte me pjesëmarrjen tuaj. Sot unë do të flas me zërin e zemrës sime, me zërin e mirëgjegjes dhe me zërin e të vërtetës. Dhe kjo e vërtet nuk friksohet, nuk përpullet, për madje as nuk do të hesht më. Unë jam Ylkan Redini, dhe unë nuk jam vetëm, sepse me mua janë 3 nënkretarët e Flashit, janë 2 sekretarët, pjesa më e madhe e kryesisë me vajzave të tjerë, dhe pjesa dërmuese e antarësisë së Forumit Rinor, të cilët të rinj as nuk u shitën dhe as nuk u përpulën për askujt. Ne na zgjodhën 605 delegatë, ndërsa na shkarkuan 70 duar trokitës, të cilët vepruan sipas skenarit të dikujt tjetër. Haruan se ne të rinj nuk jemi aktor të një drame të ulët politike. Ne jemi brezi i cili nuk duron me mashtrime. Dhe po e them trot sonte nga kjo fërtore se Arben Taravari na mashtroi. Arben Taravari tradhtoi sinqeritetin tim dhe tradhtoi sinqeritetin e gjithë ju këtu që jeni prezent sonte. Na trajtoi sikur të ishim naiv dhe me ndjelet. Nga dita në ditë thoshte një fjalë tjetër. Në mëngjes ishte me vlenin, ndërsa në mbrëmje ishte me bëdrimin. Na foli për moral, ndërsa veproi me hipokrizi. Mua dhe rinin gjithmonë na ka qëndruar afër kryetari i kuvendit, me herazi zëvendës kryeministri të këtij shteti, Arben Fetaj,
Dhe unë me krenari e them se unë dhe Forumi Rinor jemi krenar që jemi pas teje. Na ka qëndruar afër dhe mua personalisht deputetja Mimoza Musa, e cila me sinqeritetin e saj dhe me zemrën mirësinë e saj që ka, nuk më ka lënë kur që të ndjem e vetme në ato tryezat e rrumbullakta të medjeve të ndryshme. Azir Aliu, profesori i Shumicës, është një shembull për secilin prej nesh sot se çfarë do të thotë të jesh profesor, ministër, njeri i suksesit, por që kur nuk e ardhur modestin. Dhe Albin Hoxha, një shok i imi, i cili ka qenë zë që frymëzonte dhe kritikonte në çdo hap lëvizjet tona dhe të partisë. Farjush është gjallërinia, Frash është gjallë dhe Frash është këtu. Dhe kur tentojnë të na godasin, ne ngrihemi dhe jemi më të fortë, më të qartë, por edhe më të ndershëm. Dhe për fund, ne nuk jemi fruta të kalkura, ne jemi fara që mbjellin të arme. Dhe ne nuk blehemi lirë, as nuk shitemi shtrejt. Ne jemi njerëz të lirë me mendim të lirë dhe me zemër të pastër. Dhe jo, ne nuk kemi sëmundje të rëndë psiqike, siç paturpsisht është përhapur si fjalë për gjithë secilin prej nesh. Nëse dikush ka halle në me realitetin, le të kërkoj trajnim. Le të shpik diagnoza për të tjerët dhe le të trillë këtë realitet. Por për këtë nuk duhet veç imagjinat. Duhet mungesë e thellë ndërgjegjes dhe ndjenjës të qenurit njeri. Unë sot jam këtu shumë i qartë, jam e vendosur dhe jam e lumtur në mesin tuaj, në mesin e gjithë këtyre njerëzve të ndershëm dhe të guximshëm. Digniteti, ndërgjegjja dhe ideali jon vlen më shumë se çdo pazar politik. Vlen të dëgjohesh, vlen të veprosh, vlen të qëndrosh dhe vlen të jemi të gjithë të sinqertë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju ka për mesazhin e qartë dhe energji rinore që sjell gjithmonë. Vijojmë një fjalë nga një profesionist dhe drejtues i njërit prej resorëve më të ndjeshëm, ministri i Shëndetësisë, Zotre Azer Ali. Dëgjojmë, veprojmë, vazhdojmë. Të dashur motra dhe vëllezër, unë të jemi sinqert nuk kam pritur se nga e njëjta foltore, në të njëjtin vend do të mbaj fjalimin e ngjajshëm ose të njëjtë. Vetëm që emrin rinem që duhet t'ja bëjmë BDI-ja atë për një pjesë të aleancës që shkoj ande, tani do të t'ja shtojmë edhe një pjesë tjetër të aleancës, e cila ende shitet se do të jetë vetë, po nga dalë deri tani jemi vetë, pastaj do të shohim ku do të shkojmë dhe çka do të bëjmë. Mua më vjen shumë keq, edhe vërtet sot s'kam përgatitur kurrë, për shkak se do të të them edhe një potensoj narrativin e njëjtë përpara një viti që e kam folur, po tani për fat keq vlen për ato të cilët jo 15 vjet, por 25 vjet jemi rritur bashkë, kemi bashkë vepruar dhe sot ne jemi këtu aty ku kemi qenë dhe ato janë atje ku duan të shkojnë. Jemi këtu për shkak se besojmë. Jemi këtu për shkak se vlerat për neve nuk janë veç numrat. Jemi këtu për shkak se dëshirojmë të luftojmë për të arritur 1, 2, 3, 6 apo 10 komuna vetë, jo për të na fal dikush. Jemi këtu që pas 3 viteve të themi që ne jemi pas shqiptarëve të cilët dëshirojnë ndryshimin, dëshirojnë transparencë, dëshirojnë që ne të jemi të sinqertë dhe mos ndryshojmë fjalët çka themi sot, mos ta themi nesër. Të paktën në shkencë thuhet që të bësh një punim shkencor dhe do të kthesh 2-3 vite pas apo 5, të bësh analizat në një fushë ku ti pretendon që dëshiron të bësh një analizë dhe të sjellish një rezime, një përfundim. Por fat keq, atë që na imja e bëri sot është shumë njerëzore. Ne kemi besuar se kryetari jon është ai i cili na çon në rrugë të drejtë. Ne kemi besuar se kryetari jon atë çka e thotë mendon. Ne kemi menduar se kryetari jon atë që na e thot në sy e beson. Asnjëra prej këtyre s'ka qenë e vërtetë. Dhe sot ne me shumë vetbesim ju themi, transparenca,
do të jetë pjesa në të cilën neve do të na çon përpara. Fjala do të jetë ajo që ne do ta kemi, për shkak se ne jemi shqiptarë. Besa është besë, fjala është fjalë. Kështu që do t'ju kisha lutur që nga sot ato që janë në opozit mund ta kritikojnë, për shkak se s'kan çka të bëjnë, ndërsa ne aty që jemi për juve do të punojmë. Fjala jonë duhet të jetë puna, ndërsa shpifjet e atyre do të mundohen t'i kthejnë në vota. Besoni shumë shpejt do të duket që aritmetika nuk ju ka kaluar. Harrojnë që kanë numra brenda, të cilët do t'ua zvoglojnë vlerën e shumës në fund, për shkak se paturpsisht ato mendojnë se dikush nëse të falen një komunë do të jetë e jotja. Jo, neve nuk dëshirojmë të na falë asnjëri asnjë komunë, asnjëri asnjë votë. Neve do të punojmë bashkë, dorë për dorë dhe krah për krah, si vëllezër dhe motra, që të çojmë proceset shqiptare përpara. Unë thellë besoj në secilin për juve. Besoj që secili nga ju besoj mos pari në vetvete. Për fat keq nuk e shohim atë në anën tjetër. Çka thuan sot, paturpsisht nesër e thuan të kundërtën. Ne nuk e bëjmë atë. Kjo na dallon nga të tjerët. Mua më vjen shumë keq që na është dashur një periudhë shumë të gjatë që të bëjmë krahasimin nëpërmjet proceseve jo normale dhe jo transparente, dhe sot ta shohim në sy kryetarin ton, ende aktual, për shkak të nemi Aleanca për shqiptarët, i cili çdo ditë ndryshon narrativin. Një ditë thotë që kanal komunikimi ka qenë Aziri, të nesërme thotë që Aziri më ka bërë shumë shtypje që të shkojnë në BDI, të shohim pas nesër çfarë do të thotë. Faleminderit shumë, përpara na prit të mbarë. Faleminderit Ministër Aliu për punën tuaj dhe për kushtimin. Tani, fjalën do ta mbaj deputetja jone kuvendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, një zë i besueshëm dhe e palëkundur në qëndrimin e saj dhe ajo që na dha qëndrueshmërinë në vlen, Zënjusha Mimoza Musa. Dëgjoj, veproj, vazhdoj. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma Nikoqir, Luli, Naime, i nderuar zëvendës kryeministër i parë, i nderuar ministër i shëndetësisë zotri Azir Aliu, i nderuar zëvendës ministër Albrim Surja, bashkëpartijak, motra dhe vëllezër, për mua është një kënaqësi e veçantë që sonte kam nderin t'ju drejtohem, jo vetëm si deputete, por edhe si aktiviste dhe vjeçare e Aleancës për Shqiptarët, votuese Aleancës për Shqiptarët, por mbi të gjitha aktiviste që e ka dashur dhe ka luftuar për ndryshimin. Para ca javësh, kryetari jonë, Arben Haravari, vendosi të dalë prej qeverisë dhe u rreshtua nga ata që për 22 vite jo vetëm që na kanë parçar neve shqiptarëve, por na kanë nëpërkëmbur dinjitetin, të cilët kanë sjellur vetëm korrupsion edhe gjithçka tjetër, i thiri zollum edhe pas dijave, realisht pas 9 muajve të qeverisë, sa i tha ata janë reformuar dhe ne duhet ju bashkangjitemi atyre. Por unë jo. Unë vendosa të ri me Aleancën e vërtet. Me Aleancën e vërtet, me Aleancën që vlen, sepse aty fjala ka pesh, betimet kanë vlerë edhe premtimet mbahen. E ku ka më mirë të thuhen këto gjëra në Kumanovën e cila për herë ka qenë gardiane e shqiptarëve, qoftë me fjalë, qoftë me shkush, qoftë në çfarë forme të mundshme. Sonte nga këtu, unë zotohem që do të jem me ju, për ju, deri në fund të ndryshimit. Sepse ndryshimi ka një emër dhe ai është vlen. Na prit të mbara, ju faleminderit.
Dhe në fund, për jo më pak i rëndësishme, fjallën do të mbaj njeriu që i tha jo pazareve, jo ringjalljes së keqes. Personi që frymëzon me guximin e tij politik, udhëheq me maturi dhe përfaqëson me dinjitet. Kryetari i Kuvendit të Aleancës për Shqiptarët dhe zëvendës kryeminist i vendit Zotëria Vazhdoj. Mirë mbrëma gjithëve. Dashur aktivist të Aleancës për Shqiptarët, e nderuar deputete Mimoza Musa, e nderuar Ilka, kryetare e Forumit Rinor, e nderuar Ministër e Shëndetësisë, shoku jon Azir Aliu, zëvendës Ministër i Bujqësisë Albrim Hoxha, themelues të Aleancës për Shqiptarët, Latifi dhe të tjerë të pranishëm, Haxhi Arif, Syrja, shumë bashkëkohëtar, Hoxhin nderuar, Hoxha Rexhaili, po ashtu themelues. Kjo është shumë e rëndësishme teksohet, sepse e kemi thënë në disa takime shumica ndërmuese e themeluesve të Aleancës për Shqiptarët janë me ne bashkë në këtë rrugtim. Dhe kanë qenë krahu që ka qenë në prapasken, në prapavi, për të na ndihmuar që të marrim të vendime të guximshme që kemi marrë bashkërisht. Aty ishte rinia, aty ishte gjenerata më e moshme e themeluesve dhe ky është qelsi i suksesit rrugën tonë përpara. Nderuar pranishëm, të dashur motra, dashur vëllezër, Ali Ahmeti po na i merr kryetarët. Ali Ahmeti po na i merr kryetarët sepse ata po dorëzohen vetë. Jo për ndonjë arsye madhore, për arsye të paarsyeshme në fakt, për interesa të ngushta, personale e klanore. Por ka diçka që Ali Ahmeti nuk e merr kurrë. E këta janë aktivistët e Aleancës për Shqiptarët. Këta janë struktura e Aleancës për Shqiptarët. Nuk mund t'i merr këto sepse këta janë zemra e Aleancës. Aktivisti ynë nuk është për shitje. Ai nuk e toleron devimin, siç e dëshmon kjo sallë. Aktivisti ynë është antipodi BDI-s dhe i tillë do mbetet. Ne mbajmë mbi supet tona trashëgimin e Arbën Xhaferit. Qëndrojmë krenar dhe ballart në rrugën tonë të drejtë. Ne nuk e përkulim kokën për asnjë çmim, për asnjë ofertë. Dhe prania juaj sonte këtu e dëshmon këtë më mirë se çdo fjalë e imja. Mund këtë sallë, siç e tha Aziri, një vit më parë, Aleanca për Shqiptarët e shpalli një kthes historike. Njëjtë si sot, kundërshtuam zullumin, kundërshtuam zëshëm kontrabandimin e Aleancës të BDI-ja. Edhe atëherë, Aziri, plot të tjerë, unë ishim ndër ata që e ngritëm zërin, kur shumë të tjerë heshtën. Dhe nxorëm atë statusin e famshëm në Facebook. Po pastaj çfarë ndodhi? Pastaj u shkru historia e Vlenit. Vlen, e kemi thënë, ishte mrekullia që askush nuk e priste më. Por të gjithë e kërkonin. Për herë të parë, shqiptarët u bën bashkë, kundër atyre që e shitën flamurin, atyre që shitën çdo gjë kombëtare, që shitën çdo gjë publike për pasurimin e tyre privat. Ali Ahmetit ja plotësuam dëshirën e kamoshme për dy blloqe shqiptare. Ne u bëm blok shqiptar kundër BDI-s, BDI u bëm blok multietnik kundër popullit opozitar shqiptar. Ne u bëm shpresa si Vlen, ata mbetën turpi. Pas gati një shirek shekulli, shqiptarët i thanë mjaft BDI-s, shqiptarët e bën rotacionin demokratik dhe i dhanë fund një regjimi despotik. Sot, fatkeqësisht ose fatmirësisht, varësisht nga prizma, jemi sërish në Kumanovën tonë, në Kumanovën time, më të fortë, më të vendosur dhe më krenar se kur. Jemi krenar sepse jemi në shtëpinë tonë dhe jemi në rrugën tonë të drejtë. Sepse ne nuk jemi lëkundur nga bindjet tona, nga qëndrimet tona, nga vizioni. Ne nuk jemi shitur, as nuk jemi vlerë.
Kryetarët tonë fatkeqësisht janë tjetërsuar. Ne kemi mbajtur kurrizin drejt. Arbeni shpesh më thoshte, Ziadini është transformuar, nuk po e njoh. Si doktor që është, e ftoj t'ja bën diagnozën vetës tani. Ta shef vetën tek shpif dhe shpreh urrëtie për mua, për shumë prej nesh që jemi në këtë sallë, për ne që e kemi lutur me 10 herë të mos shitet te Aliu. Ta shef vetën dhe t'jap diagnozën. Kush është transformuar Arben? Unë që kam mbetur aty ku isha, bashkë me shumicën e themeluesve dhe strukturave të aleancës, apo ti Arben që thua se BDI është reformuar dhe Arben Fetaj është shitur për një rrogë, njëjtë siç që ka shitur Ylka, Mimoza e shumë të tjerë. Arbenin e kemi lutur shumë. E kam lutur unë, e kemi lutur të gjithë ne, e ka lutur Albin Kurti, e ka lutur SBA-ja, e ka lutur edhe BE-ja. E kemi lutur të qëndron, të mos dorëzohet, të mos shitet dhe të bëj betejën në qeveri aty ku bëhet ndryshimi, e jo te Aliu. Arbeni fatkeqësisht nuk na dëgjoi asnjëri. Tha po shkojmë me BDI sepse Aliu po na jap 6 komuna. Dhe për ato 6 komuna, Arbeni ka kërkuar kryeministrit që të largohet Vleni nga qeveria dhe të kthehet aty BDI-ja. Ky ishte plani i Artan Grupit, të shkaktohet krizë parlamentare dhe të rikthehet ai non grata në Shkup, si dhe BDI-ja në pushtet. Në këtë plan, Arbeni fatkeqësisht e mori rolin e patericës BDI-s edhe e jo rolin e liderit siç ja kërkonim ne. Dashur aktivist, fol rezistencës tonë, rezistencës tuaj, ky plan ka dështu. Faleminderit që nuk u dorëzut, asnjëherë. Sot Vleni është më i fortë se dje, qeveria më stabile se kur. Ndryshimi është më i sigurt se asnjëherë më parë. Arbenit i ka dështuar misioni i pranuar nga Artani, Arbenit ja kanë kthyer shpinën të gjithë, ai është i vetmuar, i çorientuar. Ja kuptojnë hallin, edhe andaj ja falim këtë tjetërsim dhe transformim që e ka pësu. Po mjaft harxova kohë me Arbenin. Beteja jonë nuk ka qenë dhe nuk do t'jetë kur me ata që janë shitur të BDI-ja. Kemi shumë punë që na presin dhe nuk do të merremi më me ta. Si qeveri Vlen, për një vit kemi bërë shumë punë, shumë më shumë se BDI-ja për 2 dekada pushtet. Kur erdhëm, çka gjetëm aty? Gjetëm një shtet të rënuar, institucione në kolaps, korrupsion pafund, çdo kund. Gjetëm buxhet të masakruar dhe mjete të paplanifikuara në çdo sektor. Dhe çfarë bëm ne si Vlen dhe si qeveri e re? Sollëm 720 milion euro investime të huaja për një vit. Nënshkruam marrëveshje historike për 6 miliard euro me Britaninë e Madhe që do të transformojnë ekonominë e vendit dhe infrastrukturën tonë. Investuam 300 milion euro në për komunat tona, 1/4 e këtyre fondave në komunat me shumicë shqiptare. Investuam 250 milion euro për kompanitë vendore, për krijim të vende të reja të punës. Po investojmë 35 milion euro në kampusin e Universitetit Nën Terezë. Po investojmë 20 milion euro për parkingun të sheshi Skënderbeu. Rritëm paga në shëndetësi, në arsim, në polici, rritëm pensione, punësuam dhe do të punësojmë 2500 shqiptarë në sektorin publik deri në zgjedhjet lokale, më shumë se BDI-ja për një mandat të tërë. Të dashur aktivist, po ja kusim krahët edhe oktapodit të krimit. I mbyllëm kazinot, po i mbyllim mbi 200 faqe të Bizhozit online. Brenda një viti e ulëm veprimtarinë e Bizhozit në nivel prej 40%. Kjo është qeverisja që Vlen. BDI po thot, Vlen nuk po punon për shqiptarët, por numrat flasin për vete, numrat janë kokfort. Për herë të parë, shqiptarët kanë qasje të barabartë në financat e shtetit, për herë të parë, shqiptarët ndihen zot në shtëpinë e vet. Ata po thonë, Vlen po e dëmton përfaqësimin e shqiptarëve në shtet. Po, vetë ata njerëz që abuzuan me balancerin dhe u dakorduan në qeveri që ky mekanizëm të hiqet. Ata që për 22 vite kur nuk u lodhën të sjellin ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe ne, ajo që e bëjmë ne, është që
në përvjetorin e parë të qeverisjes sonë, me 24 qershor, do ta miratojmë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Arben Xhaferi thoshte më mirë një ligj se një pozitë. Ata kanë mendu vetëm për pozita, kur për shqiptarët. Ne, nga pozitat që na i kanë besuar shqiptarët, po sjellim ligje me interes kombëtar dhe po bëjmë investime në pjesët shqiptare të vendit. Ata po na akuzojnë se institucionet po desheptarizohen. Unë vetëm sot, pash disa lajme, disa prej tyre ishin që 60 shqiptar janë punësuar në postë. 38 në drejtorinë e librave am, vetëm sot. 30 shqiptar që ishin lënë në harrez nga BDI-ja për 2 dekada aty në post, ishin avancuar. Numrat e thash janë kokfort. Ka mbaruar koha e shqiptarëve pomllat sorabotnik deri në pensionim. Vlen punson, vlen avanson shqiptarët dhe vlen nuk do ndalet për barazi, për dinjitet dhe për përfaqësim adekuat. Dhe e dini pse? Sepse ne kemi ardhur me dur të pastra. Neve nuk na intereson tenderi, por drejtësia. Neve nuk na udhëheqin dosjet dhe shantazhet, por ndërgjegjja jonë. Rrjedhimisht, ne punojmë për shqiptarin, për qytetarin. Ne nuk jemi në direktivat e në kontrollin e sistemit, apo të tjetër kuj që s'ja don të mirën shqiptarëve. Dashur aktivist, ka mbaruar ajo kohë. Nuk kthehen non gratat, nuk kthehen ata që e ndryshuan kodin penal për të kthyer Gruevskin, nuk kthehen ata që e sollën Lavrovin në Shkup dhe nuk kthehen as Ballkani i hapur i tyre. Ka mbaruar koha e atyre që heshtën kur vriteshin komandantët e UÇK-s, ka mbaruar koha e atyre që bashkë me Mjalkovin montuan rastet monstra, Alfa, lagjen e trimëve, ka mbaruar koha e fushatave dorë për dore me Ljube Boshkovskin. Ajo kohë i takon historisë. Ajo faqe e errët është kthyer, ajo faqe nuk hapet më. Kur? Dashur aktivist, para nesh janë zgjedhjet lokale. Vlen do ta çliroj çdo komunë shqiptare nga klikat e të korruptuarve nga BDI. Nuk do mbetet asnjë komunë peng i BDI-s. Arbeni ende e pret që Babadimri i Zajasit t'ia dhuron 6 komuna. Unë them se vlen do të fiton çdo komunë me shumicë shqiptare. Nga Likova deri në Strumj, vlen do të fiton çdo punë. Me njerëz të ndershëm, programe të qarta, ne do t'i kthejmë komunat te qytetari. Të dashur vëllezër dhe motra, nuk ka liri më të madhe se liria e ndërgjegjes. Dhe ndërgjegja jonë është e pastër si loti. Ne nuk friksohemi, nuk shantazhohemi dhe nuk shitemi. Ne, natyrisht, nuk themi se jemi të pagabushëm, por një gjë ja premtoj këtu sonte, kur nuk do ta shesim mundin tuaj, kur nuk do t'ju bëjmë kurban për parsaret tona personale dhe kur nuk do të tradhtojmë besën e dhënë. Kjo rrugë vazhdon fuqishëm, kjo rrugë nuk ndalet me ju, bashkë me ju deri në fund. Ju falenderoj gjithëve.